Në prag të finales së Super Viareggio Cup, që do të zhvillohet në Itali mes Genoas U19 dhe Vllaznis U19, u organizua konferenca zyrtare për mediat, ku drejtuesi dhe protagonistët e kuqe-bluve ndanë pritshmëritë për këtë duel historik. Është hera parë që zhvillohet një Superkup në nivel të tillë, në dy shteteve Italisë dhe Shqipërisë. Kënaqësia është e madhe sepse nuk përveçse vetëm e Shkodrën, por gjithë Shqipërinë. Dhe kënaqësia e dy si prapë është më e madhe se gjithmonë Vllaznia, akademia jonë është e para si merr pjesë në kështu lloj tornesh. Trajneri i skuadrës U19, Edmond Toçi, u shpreh se ekipi është i përgatitur maksimalisht dhe se ndeshja ndaj Genoas do të kërkojë disiplinë të lartë dhe shpirt gare. Gjendja e skuadrës është ajo që duhet, sepse jemi edhe një fazë të kampionatit që lojtarët janë gjithë në formën e duan. Por ajo që është më e rëndësishme është që këto turne janë shumë motivuese dhe janë shumë bin diçka të bukur, sepse është këto sportista mundën me shpreh atë çka kanë dhe normalisht është një rrugë shumë e bukur për ta. Ndërkohë lojtari Gjesild Kaplanaj premtoi impenjim maksimal për të përfaqësuar me dinjitet Vllaznin dhe futbollin shkodran. Do të thotë shumë se hapen rrugët edhe mu si te Vllaznia si edhe jashtë. Edhe shpresoj që të shohin sa më shumë skuad edhe të hapen rrugët edhe mu. Finalja do të luhet më 4 dhjetor në Gjenova, ku Vllaznia U19 synon të shkruajë një faqe të re suksesi në historinë e futbollit të të rinjve shqiptar.